Skuadra ma e fortë që o knena pjanisi pej, do me thonë, Liepāja është skuadrë e mirë, apo kuptan, është këj Bohemians, pashto, Dinamo City, apo kuptan, Dinamo City e Tiranës. Elbasani. Ka ekip të mirë? Po, Elbasani shumë ekip të mirë edhe... Pas ka shumë gjosa që të kimi një përbolli, edhe pse një numër i madh. Ndërsa Knena ka ekipe ma të forta, do me thonë. Knena ka ekipe shumë ma të forta. Sarajevo është super ekip. Vikinguri është Bate Borisovi janë shumë të fortë. Dinamo Minsk është... Dinamo Minsk, Vikinguri. Bate Borisovi është Vikinguri në njofim. Po, Zalgirisi. Astada. Do me thonë, Maliqeves po i beka me kundërshtar më të fortë. Po, me më të fortë. I bie që Maliqeves edhe me kjo kundërshtar Dinamo më fortë. Tbilisi edhe Torpedo Kutaisi edhe këto janë ekipet mira janë të dyja. Gjorgjis, a? Po, Gjorgjis. Po dhe Bate Borisovi janë të fortë. Të fortë. Bate Borisovi ka luajtur një kampionve. Po dhe që këtë Dëshiqi ka Koshengtar, Malzina e këna? Dëshiqi Malizzi. Po. Trajneri Pastaj Vikinguri janë të mirë. Jo, kjo pjesa... Po ti që të Maliqeja, kë kështë dash si kundërshtar? Kënë kisha dash si kundërshtar. Po të ishe. Që e njo. Po të isha, unë mendoj që me këto klubet nga Malizi, mendoj që kalon. Këndë kemi Deqiqin, nuk kisha pas dëshirë se Deqiqin, presidentin e Deqiqit e kom kolegë, kemi studiu bashkë, është presidenti klubit, po dheq një ekip, nga Tuzja është ekip shqiptar, jashtëzakonisht mirë i organizim. E përshëndesim edhe Pal Dreshën. E përshëndesim Pal. Shumë e përshëndesim, është momentalisht është në Zhenevë, për shkak të tërheqjes së shortit. Po. Edhe na shiqon